Kreu i qeverisë Edi Rama ka refuzuar debatin publik me Sali Berishën, i cili pak ditë më parë e ftoi në një përballje live përpara zgjedhjeve të 11 majit. I pyetur nga një qytetar, Rama e injoroi ftesën e Berishës, me cilën opozitë do të bëj unë. Debatin publik kanë vite që e bëj për ditë në sy të të gjithëve, për cilën opozitë e keni fjalën, nuk e kuptoj këtë, tha ai. Rama në rubrikën e tij Sy në Facebook, ndërkohë u shpreh i bindur për fitoren më 11 maj. Qeveria jon mund të ketë bërë shumë gabime, por askush përballë nuk bën dot këtë që ne mund të bëjmë. Do të ishte fatale për vendin çdo lloj lëkundjeje në 11 maj, që të jemi të qartë, nuk parashikoj ndryshim të mazhorancës, të shumicës, PS do ta rifitoj shumicën. Tu çështja është se cili do të jetë mesazhi që populli do t'i japë BE-s, mesazh që këtu ne jemi siç ishim apo që jemi të vetëdijshëm, se dera është hapur dhe duam të hyjmë në BE. Nëse duhet jetë ky mesazhi i dytë, duhet një shumicë. Kjo nuk ka lidhje me fanelën apo me faktin që ne rrezikojmë të humbasim zgjedhjet, shtoi ai. Mëtej kryeministri foli edhe për bullizime ndaj kundërshtarëve dhe tha se kushdo që nuk përballon dot humorin e satirën, duhet të rrijë jashtë politikës. Në komunikimin e tij virtual me qytetarët, ai theksoi se nuk shan asnjëherë kundërshtarët e tij në politikë, edhe pse ndodhe kundërta. Sipas tij, në të gjitha cilësimet ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, si janë gjë tjetër veçse një formë e sofistikuar për t'i vënë në pamangësitë e tij në këtë fushë. Nuk jam këtu për shaka. Patjetër bëj humor që i bezdis shumë ata që janë kundërshtar të mit. Më vjen keq, por unë nuk bëj dot ndryshe, se unë nuk shaj, nuk ul njerëzit o kriminal o maskara o qen birqeni. Këto janë forma barbare. Më pëlqen të përdor satirën. Para sa ditësh është postuar në këtë faqe një episod i një krimi të dy të rinjve që ma kanë dërguar një teatër kukullash i lezetshëm, një mënyrë për të dhënë një mesazh kuptim plot. Është sulmuar faqja nga një tufë e madhe e kandidatësh të një subjekti politik të rinj. E vetmja gjë që mund të kuptojë nga ai sulm është vjetërsia e mendjes së tyre. Kush nuk është në gjendje të përballojë humorin dhe satirën, nuk duhet merret me politikë. Është potencialisht i rrezikshëm, tha Rama në Sy.